Sot kemi një histori shumë të veçantë, rreth 300-400 vjeçare, me shkrelasit. Një histori shumë e veçantë për shqiptarët e Sanxhakut. A je shqiptar? Unë jam shqiptar i vërtet. Pa, vërtet është. Kur nuk harroj. Që nga 1416 kur kanë ikur nga shkrela familjet e para e sot, si shikonin që shqiptarët e mbajnë. Ata më dvesin e si shtatet e një vjet, kështu i ri po duke, thash, edhe ti t'ishe shikon shqiptarë, edhe ti ishe ikon i ri. Po, t'ishe qenë shqiptarë edhe ishe. Kur të shko në Peshter, rrethi Novi Pazarit. Edhe në këtë libër janë shkruajtur prejardhja e farefisëve shqiptare që janë vendosur në Sanxhak, në Novi Pazar. Janë proshtos, edhe köken. Köken janë rrënje e farefisëve. Fisëve pej kushohat, pej kahitohat, e bjemrin, me bjemrin e gjëre. Për Sanxhakun. Në shkuar pej rrugove, në shkuar në këto katunë. Në Jevovac, në Morovac, në Morovac, Dash Qarieka. Shkuar 6 ditë familje. Ose mas përkthimit tuaj, sepse shqiptarët që kanë jetuar në Sanxhak, nga kushtet e vështira të asaj kohe dhe gjerohen shqipe e kanë pas ndaluar, pjesa më e madhe janë detyruar edhe kanë folur serbisht, se ka qenë edhe çështje e jetës pra për të mbijetuar, por një pjesë e madhe mes tyre e kanë marrë shqipen që si shifet nga këtë breza e sot po flasim gjuhën shqipe. Tani për të bërë ngjyzimet me zotërinë sot, me zotërinë Hamit, ka marrë edhe disa shënime për arsye se janë shënime me rëndësi, se është një histori me shumë rëndësi, ku shfaqet se Sanxhaku është banuar nga shqiptar edhe shumë fshatra rreth e rreth, por mbasi kanë kaluar në Sanxhak, një pjesë e madhe e shqiptarëve atje e kanë ndryshuar gjuhën, edhe një pjesë nuk e kanë mbajtur kulturën dhe traditat shqipe, mirë po historisë shqipe, kulturën shqipe e kanë përjetuar me gjuhën boshnake, që do të shikoni gjatë ngjizimit. Si shikoni, në këtë libër janë rrënjet e farefisëve të ndryshme që banojnë në Sanxhak, duke filluar që nga viti 1700 mbas edhe më para. Unë sot për momentin nga ky libër mora vetëm familjen e shkrelave që kanë emigruar në vitin 1700 nga Shkodra, nga Malësia e Madhe e Shkodrës, që kanë hikur 2 vllazër, Gjeloshi dhe Marashi, që zotërin e kemi nga ferefisi i Gjeloshi. Por këtu janë edhe kastratët, janë edhe hotiqët të cilët dhe atë ndodhen në Turqi, që do të mundohem të bëj pjesë e këtij programi. Soqëm nga programet që do të mundohem të bëj me familje që gjenden këtu me rrënjët e vjetra të shqiptarëve, pra që cilësohet se Sanxhaku mbase nuk mund të them 100%, por me hamendje, me sa mora edhe nga diskutimet me Xhaxhan, tregohet që Sanxhaku është banuar nga shqiptarët e vjetër. Po sot po marrë vetëm temën e zotërisë që kemi afër me mu. Sëri vazhdojmë emisionet me shqiptarët e Turqisë. Një histori shumë e veçantë për shqiptarët e Sanxhakut. Nuk është vetëm një histori, po janë disa kërkime dhe janë disa regjistrime që përfshihen në librat e historisë prezant dhe me bashkëdhetaren tanë Shkrelas, edhe prezent dhe libri që mban historinë e shqiptarëve të Sanxhakut. Mirëdita. Mirëdita. Faleminderit që jeni ardhur. Ju faleminderit që na prite. Emrin si e keni? Unë e kam emrin Hamit Shkreli. Hamit Shkreli. Këtu e kem me emrin Albayrak. Albayrak e keni. Shkreli, nga jeni? Na jem unë jam le në Sanxhak. Je le në Sanxhak? Sanxhak. Pleqtemi jom pej rrugove. Prej rrugove? Pej rrugove, jon ardh pej Shqipënia në Rrugov. Prej cilës zone të Shqipërisë? Pej Malësie. Malësisë? Shkodrës. Të Shkodrës? Shkodrës, ja. Çfarë viti? 1700. 1700. Evet, 700 vjet. Jon ardh në Rrugov, pej rrugove jon hap. Dikush në shkuar atje, jon da, dikush në Montenegro jon shkuar. Me Malëzi? Malëzi, na pleqte jem, dhe gjyshi jam. Gjyshi jo? Evet, gjyshi jam. Mos është këtu në fotografi? Jo, babën e kam këto. Baba është? Baba. Baba. Galip.
Tani dua të futem pak në familje. Ti e ke emrin Hamit. Hamit. Baba yt si e ka emrin? Galip. Galip. Galip është frati je, brezi i fundit, Galipi brezi para teje, 2. Baba i Galipit? Veyseli. Veysel. Baba i Veyselit? Baba i Veyseli Sinani. Sinani. Baba i Sinanit? Osmani. Osmani. Baba i Osmanit? Hasani. Baba i Hasanit? Baba i Hasanit, ajo ardh Shkodre. Pe Shkodre. Gjeloshi. 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 Gjeloshi, po. Pra Gjeloshi prej Shkodre. Gjeloshi e Maroshi, dy vllazën jo kanë. Dy vllazën kanë hyrë prej Shkodre. Gjeloshi dhe kush? E Maroshi. Edhe Marashi. Marashi edhe. Ku kanë shku Gjeloshi me Marashin për herë të parë? Unë di prej Gjeloshit është Hasani. Hasani e ka djali Gjeloshit është Hasani. Hasani, mirë jem prej Hasanit. Po, ju jeni Hasani i ka pas, nuk di sa djel ka pas, ama te volim të nda dikush është shkun Montenegro, ka shkun Malzi, dikush ka shkun Rrugo, jo prej Rrugove, dikush ka shkun Peshter, rrethi Novi Pazarit. Po, te Novi Pazari në Peshter, në fshatin, në zonën e Peshterës. Në zonën e Peshterës. Në pjesë tjetër në Maqedoni. Macedoni Movon, na kur je marrë këtu, 66, ato në shkuan në Macedoni, 7-8 shpion shuan, që tash në Macedoni, 7-8 shpi, e këtu jem një 350 po, do të vim më vonë të ajo. Tani, në një libër historik, ku të regonte për farefisin e shkrelasve, në librin që pa më parë, aty shkruante që një familje nga Malësia, një familje luftëtare edhe shumë të bukur nga Malësia për shkrelasit. Është faqja 260. Pra kjo është faqja 260. Ky libër është shkruar në gjuhën bošnaqe, serbe. Bošnaqe. Atje kanë trenuar serb, shkollat i kanë. Trenuar serb. Edhe në këtë libër janë shkruajtur prejardhja e farefiseve shqiptare që janë vendos në Sanxhak, në Novi Pazar. Edhe rresi Novi Pazarit. Këtu, në fund, edhe këtu janë të shkruar fiset shqiptare, janë shkrelasit, janë kastratët, kush tjetër? Kastratët, hotnia, pej hotnie. Pra që janë farefise shqiptare. Pra, kanë hik nga Shkodra, gjyshi, brez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, breziteti e një juve, pra 8 breza më para në vitin 1700, 2 vëllezrit Marashi dhe Gjeloshi, kanë hik nga Shkodra, kanë shku në, për herë të parë ku ka shku, në? Jo shkuar në Sanxhak, ama edhe në Karadas, po thuan ju. Në Malizi, edhe janë shkuar te bus Novi Pazarit, një katunt, atje kanë qit emrin Shkreli. Janë vendos në Novi Pazar. Njëri janë shkuar atje, e ka bleja atje. Kanë marrë vendet aty dhe i kanë dhënë emrin Shkreli. Shkreli, shuan dhe mëse Shkreli, hala, devamet, jare. Pra, janë rënjët tuaja që iku nga Shkodra dhe vendos në Novi Pazar në fshatin që cilësua. Ka të di Shkreli. Shkreli e kanë dhënë emrin në atë pjesë, po. Është ashtu, po, thyrët. Kanë shku në vitin 1416, më treguat më parë që Jëllënda, Beri, Shkodradan, Shuflaj, Sërp, Arnavutlut, Kastrat i Larden, Ajli Larden, anlattığınız bir şey. Pra në vitin 1416, nga Shkodra. Ajo kanë shuseda. Kanë qenë komshi. Komshion kon. Kanë qenë kastratët. Edhe kanë shkuar në Shuflaj. Shuflaj është një fshat. Shuflaj nuk e di ku është, ashtu po shkruan atë. Po, në atë libër shkruhet se pa nga libri, këta janë të dhënat që morën nga libri, duke parë prejardhjen e shkrelasve, thonte që në vitin 1416, nga Shkodra, kanë shkuar fiset shqiptare, ku kanë shkuar në Shuflaj, kanë shkuar në Maltëzi, edhe kastratët dhe kelmendët. Kanë shkuar po nga Rrogova, si e keni kur edhe kush ka shku në Rrogov. Edhe ata janë shkuar ashtu sikur në 1700. Edhe ata janë shkuar ton bashkë, ka njëri janë shkuar atje, anë të vonë pese, janë hapë gjithku, Peshten, Karada. Pra familjet e ndryshme.
Shkuar disa në Rugov, disa kanë shkuar në Novi Pazar, disa kanë shkuar në Maltezi, edhe atje janë njohur si familje agallarsh, pra familje që kanë ndriçu edhe kanë orientu popullin. Që tash po i punojnë hotelat, shumë kanë në Shvajcarinë, Amerikë, tonë po kthehen Në atë kohë, këto familje, shkrelasit, çfarë aman që ka tregu baba ose gjyshi, se çfarë jete kanë bë në Sanxhak dhe sa familje ka pas në Sanxhak atëherë, me hamendje. Sanxhak, atëherë Malizi 60 shtëpia, 60 familje falan, e konë pesher, unë u kujtoj që më shumë ka Boroshtica, Gradac, Leskova. Po, me nga një, pra, shatë si e ka neve? Boroshtica. Boroshtica ka tundi neve unë. Ka tundi ju i Boroshtica, ku jetu falefisyet. Fshatrat tjerë që kam pas shqiptar? Ka tundi tjerë edhe Gradac. Gradac, ajo të qenë shqiptar? Gradac, Leskova dhe varë. A i shekin dhe Gradac a jakën. Ka qenë dhe në Leskov? Ona sora, orda jazim. Ati po shkua atë tjetër. Klement Lerët, në vitin 1700 nga Kelmendi, në vitin 1700, edhe ato kanë shkuar në Novi Pazar, në Jeni Pazar. Si që pam të dhënët në libër. Falefistet tuaja kanë qenë vazhdimisht në lidhje me shqiptarët atje, apo jo? Ata jo në konë agallar, po përmeten si kur primat e meqin. Ata që në shkuar në pazar, i kanë pas hanat, si me thonë. Ata hana. Kanë qenë shqiptarëve të vjetër ato hana, të Kelmendive kanë qenë. Kelmendë, Shkreli, Kastratve. Gjithashtu, treguat që në pjesë, në si që pam nga libri që e përkthyem bashkë, po marrim së bashku, pjesën e Malit të Zi, në Bihor. Në Bihor jo shkua. Njëri o shkua atje po shkrua në Dashqarije, njëri Javorova, ka qenë një fshat ku kanë banuar shqiptarët e vjetër, pra po flasin për vitet 1400 e vitet 1700, ku shqiptarët janë kaluar nga zonat e Shkodrës një pjesë e madhe, si që janë Shkrelasit dhe kanë kaluar në zonat e Sanxhakut, pra. Pe rrugove janë shkua në këto katunde. Në Javovac, në Morovac, Dashqarjeka, kanë shkuar 60 familje. 60 familje, jo. Familje më tepër e kanë majtë zakonet dhe adetet dhe gjuhën shqipe. Zakonet dhe adetet e kanë pajtë më shumë të Boroshtica. Në Boroshtica e kanë marë? Ka të dijem, Boroshtica. Boroshtica, Gradac, aba e sa Boroshtica. Atje kanë folë shqip. Gjithë kanë folë shqipa, me kanë majtë shqipa. Nuk kanë pas shkolla, kurkus nuk kanë shkuar në shkollë, po atje sërp jonë nuk e kanë palon gjuhën shqipe. Ama ata kanë folë tonë shqip. Po si që po folë një, që keni rreth Une pak po folë i kom harrua. 400 vjetë që katra gjyshit, apo qëfar gjyshit, katra gjyshit që kanë ikur nga zonat e Shkodrës. Dhe, si mbas të dhënave historike që regjistrohen në këtë libër, tregohet që shqiptarët që kanë qenë në zonën e Sanxhakut edhe Shkrelasit, pra rënjët tuaja, janë të njohur si trimat që kanë bërë legjenda. Trimat legjendar. Trimat me rojnë shqiptarë, Mujo dhe Halili. Mujo dhe Halili e dish? A e di Halili? E kam një, po të ja qa keni për në Mujo në Halilin? Po, konkat jo konë me laut. Me laut? A, ke kënu në konë Mujës të Halilit me laut? A din në konë? Ama nuk e di, vlau jem ka pa dit, une nuk e di. Vlau jet nuk është njetë, ha? Jo, nuk është njetë. Nuk është njetë? Gjatë jetë ka që në dekë. A, qofti gjeneri, sa vjeç? Si me tonë 78 vjetë i ka pasku. Marshallah. Edhe i ka qenë këshu, i ri nuk e ka kalzu moshën të ti, ha? I ri, unë është shtica kur mësova moshën tate 73 vjeqare, është e pamundur, me një paraqitit të tillë, me një paraqitit si 50 vjeç. Gjyshi jam, 110 vjetë ka. Qofti gjeneti. Galipi, si me thonë 94 vjetë i ka. Kjo fotografi e Galipit... Ka të dhëtë neve. Kush ka të qenë këto? Ato e të neve. Ato në juj? Në Sanxhak? Në Sanxhak. Aba unë e këmëdhon, si me thonë... A e ka pas baba një fotografi të tillë? Si ja bejaz verdi me? Po, zeze bardh. Zeze bardh e këmëdhon,
Originalin e akumullon një njërit një shoqit, ajo e ka Ja punuar. kam fotografinë e babës të asaj kohë. Originalin e ka resu. Po, edhe këtu janë ngullit e barit, Po. çadrat, edhe aty thotë që ka lind në vitin 1890 edhe ka ndruar jetë në vitin 1984. Shumë interesant, dhe fotografinë e keni montazhuar në 65-ën, a? Po, e këtu këta shalla, thotë shqiptari kanë bajt, edhe qakshirat i kanë pas, edhe Të rrobat, çullahe, po. Kështu kanë qenë vesh. Çullahe, jelekat. Po, shumë vetë më pyesin për këtë. Atje është shumë, si me thonë, së dilë, Është ftoftu. soft shumë. Po, a e di që kjo mbledhje e kokës, që shumë vetë më kanë pyet Mimoza çfarë kuptimi ka kjo, edhe unë kam kërkuar nga disa historian të vjetër tu që dhe nga disa kërkime që ta mësoj, edhe kam marrë të dhëna se ato që mbledhin kokën, burrat kur kanë pas shku në luftë, kanë shku edhe si janë këthy. Kjo është një lloj kefeni, pra kur vdes njeriu që e fusin në kefenet e bardha, këto e kanë lidh kokën që nëse se vdes në rrugë ose vdes në luftë, ti lidhin mjekën, pra se kemi zakon për vdekje, pra janë njerëzit që kanë jetu me kefen, të vesh kefen gjithë jetën e tyre, pra shqiptarët, kudo që kanë qenë vjetrit. Është shumë emocionuese. Edhe unë e kom një ashtu, ama edhe shumë ftoftë o konë atje, po thuaj para misionarët, si me thonë gjushet e mi në Boroshtic, 25 maj. 25 maj? 25 maj, ata kanë punua me qitrik. Kanë punuar nga ara, po si mas përkthimit tuaj, sepse shqiptarët që kanë jetuar në Sanxhak, nga kushtet e vështira të asaj kohe dhe gjejohen shqipe e kanë pas ndaluar, pjesa më e madhe janë detyruar edhe kanë folur serbisht, se ka qenë edhe çështje e jetës pra për të mbijetuar, por një pjesë e madhe mes tyre e kanë marrë shqipen që siç shihet nga këtë breza e sot po flasim gjuhën shqipe. Edhe këtu thuhet që shkrelët kur kanë qenë në Shkodër, para se ikin prej Shkodrës, pjesa më e madhe kanë qenë nuk kanë qenë musliman, sepse nuk ka qenë atë kohë feja muslimane për hapur. A kur jo anë Rugov, po thënë ata dy vllazrit, ata i di, unë Gjeloshi e Maroshi, pejtën e është Hasani, na jem pej Hasanit. E vërë, Hasani më edhe ka marrë emrin Mushimon Robon, ata nuk kanë katolika me gjesë. Kanë ndryshuar, janë përshtatur fejsë muslimane, tani është shumë e vështirë të flasim për atë kopës, nuk e di si është bërë futja, nuk mund të them që është bërë kështu për me hamendje ose duke u bazuar te këto pika, mbase kanë qenë kushtet për të gjetur një mbrojtje, mbase kanë gjetur një mbrojtje për të shpëtuar jetën e tyre dhe kanë kaluar në fenë muslimane, ku cilësohej në libër që ato që kanë reaguar më tepër kanë qenë gratë janë fut më vonë në fenë muslimane. Ashtu thoshte në libër, se juve përkthyet librin. Po, gjithashtu thotë që shqiptarët që kanë jetuar atje pra nga Shkodra, Shfelalit pra juve, një pjesë e madhe gjuhën shqipe e kanë lënë, apo jo? Gjuhën, traditat. Po, këta që jonat në Malizi, ata e kanë harruar, veç katudin neve, edhe bus katudin neve Gradac, Leskova, ato e kanë majtë shqipe. Ato e kanë majtë shumë. Pra, ka qenë katudin... Boroshtic që tash tesh po folet shqipe. Borostica e ka folë shqipen, kush katun tjetër e ka folë? Edhe Gradac e ka folë? Gradac dhe Leskova. Po fshatet tjera që kanë pas shqiptar e s'kanë folë shqipen? Ata janë shkua atje larg e kanë atë katun që kanë që të emnin Shkreli. Ata veç kanë harrua. E kanë harru. Ata atje në Malizi dhe ata e kanë harrua këtë shqipen. Gjithashtu thotë që në Peshter, në zonën e Peshterit në Boroshtica pra, juve është vendosur emri juaj, emri i farefisit tuaj, emri fshatit Shkrela. Po, edhe një katun është të Boroshtica, ata jonë Biba, kanë bi emnin, Qela e Biba, edhe ata po folin shqip. Po, na treguat edhe si mbas bazamentit të librit, se sot po shkojmë përveç historisë së tyre që ka mbas emigrimit në Turqi, po shkojmë pak të më e vjetra në bazament të librit, po flasim për Sanxhakun që është ndarë në dy, poshtë edhe lart, asha dhe jukërë bërge. Po, pra, Peshteri ka qenë edhe poshtë, po. Peshteri nalt, na jem atje, Boroshtica, është Peshteri nalt. Është i nalt, ku keni qenë ku janë? Shkrele katudi që ka
mo emrin ai njëri që është shkuar atje, e shkrelve, ai është në peshqerin poshtë. Bus pazarit atje. Dhe gjithashtu o cilësonte në libër në të tre vende, pra në rreth 2 faqe e gjysmë që bën përkthimin, që shkrelit kanë qenë familjet më të përparume në farefisë juaj. Pra allar, bejler. Shumë janë konë... Qarë punë kanë pas bo ata i kanë ata agallar, u thuajnë atje në Novi Pazar, ku kanë nisë me shkuan në pazar, shumë hanat i kanë pas. Hanat, po. Sot hanat, sot janë si këto hotelet, si motelet, po. Pej katunve ku janë me ishit lopët si me tonë atje, atje në ato hana i kanë ligit, thadi, janë i teorit, janë shkuan qashime, i shikëtë. Ato hanat i kanë pas shkreda lit, i kanë pas parefisio. Hanat, hotelat me fjetat, atu, i kanë pas. Pra, ajo që më tërhoqive mendin është kjo, se edhe në Turqi ka shumë emigrantë që kanë nga zonat të ndryshme, nga krojet të ndryshme, pra të Novi Pazarit, një pjesë e madhe quhen si boshnak. Po simbas të dhënave të këtë libër, edhe simbas diskutime që po shikojmë që shqiptarët e vjetër kanë ndryshuar gjuhën shqipe, kanë pas detyrimet se kemi jetu, nuk mund t'i akuzoj, por edhe ushqimet, gatimin e kanë ndryshuar, pra edhe bërekët se të bëjnë boshnak bërek, pra i bëjnë boshnak apo jo. Po një pjesë këtu janë shqiptarë apo jo. Ajo që më ka tërheq vëmendje është diçka që më thesh pak. Këngën e Selman Ibrahimit, o krisi pushka në Bregdrini, se na uvrojnë në Selman Ibrahimi, sidomos shqiptarët e vjetër që kanë emigru rreth viteve 1700 në Sanxhak, pra nga zonat e Shkodrës, si që jeni juve shkrelasit nga Shkrela, keni emigru në Sanxhak, dhe në Sanxhak, këngët e vjetra shqipe i keni kënun në gjuhën boshnake, dhe kjo është një diçka shumë e rëndësishme, pse shqiptari sado shekuj që të kalojnë, aty ku jeton me gjuhën përkatëse, duke të regu historia dhe duke këndu këngët e vjetra, përjeton edhe bën të ditur të kaluren dhe kulturën e shqiptarit. A mund të na e knosh pak atë në boshnak që këngën e Selman Ibrahimi? Po, pak, kombek nuk, a mundesh me... Me lahut, a mundesh pak me lahut? Me lahut. Me lahut. Puqe pushka, u dolini drima, pa udari mila majko, Sulejman Brahima, pa udari mila majko, Sulejman Brahima. Ostavemo, prevesilo čadi, leva mila majko, umreće od gladi. Leva mila majko, umreće od gladi. Tani, mbasi prekën këtë çështje dhe do mundohem që në bazamentet të këtyre librave janë regjistrime që kanë dalë patjetër nga regjistrimet shtetërore. Tani kalojmë te emigrimi juaj. Kur keni emigruar në Turqi? Kur keni ardhur? Në 66. 1966, po. Keni ardhur nga Novi Pazar. Pej Katuni Njemnis, letër i kemë punua për... Nga Borostia? Pej Boroshtice Njemnis. Pej Boroshtice keni ardhur? Novi Pazar, pej Novi Pazar në Rashk, pej Rashk kenë Beligrad, Beograd tanë, Sofia Zherit dhe Turqie. Keni ardhur në Sofia dhe në Turqi. Sa familje keni ardhur? Na jem atëre në vagonën jo, 5-6 vagona jo kanë fullq. Kanë qenë krejt në shqiptar? Krejt shqiptar. Pej katudit neve, na jem kanë vetë, katër vlazit. Ato shqiptar kanë ardhur nga trojtë të Kosovës, nga Sanxhaku, 2 vagona të mush, në 66-ën, po nga fshat yt 4 familja. 4 familja, pej Gracit jonë konë do familja, edhe pej Leskove jonë konë, bashkë e marrë. Sa familje keni qenë bashkë me ato të fshatërave të atë në vagonë, 2 vagona jonë konë, e këtu kur jem ardhë,
këtu hiç shtëpia nuk ka pas. Të zonë ku jeni ju sot, ku jeni një Yıldırım, Asnjë. Bayram Pashës, Asnjë. Pra, kur keni ardhur ju, keni ardhur nga familja ju 4 familje. 4 familja e marr. Po, sa veta? 20, Na 30, pe 4 vllazën e na jem punë 20. 20 familje. Sot sa familje jeni go? Sot pe 20 ditë sot kem mund po jo 300? Jo, yalnız penjeve nuk po. Për 4 familjeve. Tonë me shkrelve që janë ardhur. Për shkrelve? Për shkrelve, unë e kujtoj atëhere kur e marrë në 66, në 55 e marrë, Disa tjera? disa tjera, për tonë në 50 shpia jonë konë, që ta shionë 350 shpia. Për 3 vllazët tjera. Nga 3 vllazët janë bo këto 350 shtëpia. Shumë kem kujtu... Se mbase do të dati luftë tjetër, mund të ndodhë diçka e keqe nga ato histori të rënda që janë kaluar në të kohë. Po, përse ata e marrë. Po. Gjithashtu, disa nga familjet tuaja kanë shkuar edhe në fshatin Llazhani në Maqedoni, Po. Kur kanë shkuar ato? Ata janë shkuar në 66, 65. 66. Po. Kur keni ardhur në Turqi, çfarë ka qenë puna e parë që ka bërë farefisi juaj? Puna fabrika ka pas shumë. Këto? Këta, si me tonë, janë, si me tonë, vetëm shkret, tonë që janë ardhë pej Sanxhakut, shumë mënyrat mirë, shumë po i kanë dua këtu në fabrika di, shumë kanë punua mirë, nuk kanë kajtar ma ollë më mishë. Kanë qenë të punës, i kanë dalë për të zorë punës, e kanë bërë kry punën me nder, nuk kanë bo grindje dhe shamata, pra nuk kanë bërë rumuj, kanë qenë njerëz të sinqertë, kështu që i kanë përkrahë dhe i kanë Në fabrika e kem gjetë punën, edhe jem gjetë kanë pas të siguracione e kem pas, edhe pej 50 vjetë, pej 45 vjetë, pej ndalë në penzion. Në pension? Në pension. Po. Ti ke ardhur në 66-ën, ke qenë 18 vjeç. Po. Ke shkuar shtarë në 7 ditë në ishi. 7 ditë në ishi. A ke ditë turqisht kur ke ardhur? Ju e familje tuja? 10%. Nga i fjalë. Ka i fjalë. Ke ardhur në 66-ën, në 7 ke shkuar shtarë. Kur ke shkuar shtarë, s'ke ditë turqisht të mirë. Por të kanë dhënë një vend mirë punë aty në mes të komutanëve. Po, ordër djullar e kur. Ordër. Pra, ju që nga jo ko jeni në Turqi, sot, sa fëmijë keni? I kom 3 djem, e 8 unuka, se më thonë. Po 8 nipa dhe mbesa. 8 nipa dhe mbesa. Keni jetën. Po. Si ju kalon jeta këto? Mirë. Shumë mirë. Shumë mirë, po shkojmë nga i herë atje në Sanxhak. Atje e ta shkojmë inshallah për shqipnime shkojmë me një atë vetin që jom le atje. Po Shkodër. Malësit madhe. Malësit madhe. Ta ja fjalën se më po more mu me vete do të çojmë ty në Malësit madhe se kam mikën time që bën kostume folklorike, është Ardiana Handraj. Edhe me Ardianën çojmë ty ke Malësia madhe edhe mund ta gjej edhe vendin ku mund të ketë gjyshi, sa ajo ka shumë dieni për histori. Inshallah, olur. Atëherë, bëjmë një përshëndetje, një falë, një selam për gjithë teleshikuesit. Gjithë tonë shqiptarë selam. A je shqiptar? Unë jam shqiptar i vërtet. Pa, vërtet prezësh. Kur nuk harroj. Që nga 1416 kur kanë ikur nga shkrela familjet e para e sot, si shikonin që shqiptarët e mbajnë. Ata më dvesin si shtatet e një vjetë, kështu i ri po duke e thash, edhe ti shikon shqiptarë, edhe ti shikon i ri. Po, ti shikon shqiptarë, edhe ti shikon. Ja, faleminderit, sot po e mbarojmë bisedën me Hamit Shkrelën, edhe mirë u pafshim në një histori tjetër, patjetër që do të mundohem të gjej të gjitha familjet që janë të Sanxhakut, familjet shqiptare. Po, jam rrito, nuk rritën e tjetër, jom si lira o këllum letër. Qori regjo, kodem tu sona, dasëm të madhe më kodë bandana.
Sot mojit po më duke shumë Qojano, qoj minore Sot ma fiken bere Mure qiko që to male Riti u baci to ka dale dale Sepse kjo është një histori e veçantë për shqiptarët. Faleminderit, mirupafshim. Faleminderit që një ardhë, shumë jam, gëzu.